Aksidentoi një turist gjerman ndërsa është arrestuar drejtuesi i mjetit lundrues. Një incident i rënd u shënua një ditë më parë në ujërat e Llamanit, ku një turist gjerman beti plagosur pasi u godit nga një mjet lundrues. Ngjarja ndodhi pranë një zone të frekuentuar nga pushuesit. Turisti pësoi dëmtime në pjesën e gjymtyrëve dhe në shpinë, ndërsa ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Pas hetimeve paraprake, policia bregdetare ka vënë këtë të në pranga shtetasin Krena Arvelaj, banues në Orikum, i cili akuzohet për shkelje të kodit detar në lidhje me sigurinë e qarkullimit në det. Autoritetet po vijnë verifikimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, ndërsa theksojnë nevojën për respektimin e rregullave të lundrimit, veçanërisht në afërsi të zonave të frekuentuara nga pushuesit. Policia e Vlorës në deklaratën për shtyp thekson se në vijim të ngjarjes të ndodhur ditën e djeshme në vendin e quajtur Gjiri Gjipes, Dhërmi, Himar, specialistët për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Vlorës arrestuan në flagrancë për veprën penale, plagosje e rënë me dashje, shtetasin me inicialet KV, banues në Orikum. Ky shtetas ditën e diel, duke drejtuar një mjet lundrues gomone, ka goditur në det në pjesën e përparme të gomones shtetasin me inicialet DS, 46 vjeç, banues në Gjermani, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e traumës. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 13:40 të ditës së diel në plazhin e Gjipes, ku 27 vjeçari banues në Orikum, duke drejtuar një mjet lundrues gomone me dokumentacion të rregullt jashtë zonës së sigurisë dhe në një distancë të konsiderueshme nga tapat që kufizojnë zonën e notimit, ka dëmtuar gjatë kohës që ishte duke bërë zhytje në afërsi të mjetit lundrues, shtetasin me iniciale DS, 46 vjeç, banues në Gjermani. Shërbimet e policisë kufitare të stacionit policor Dhërmi, si dhe të komisariatit të Imarës, me njerë pas marrjes së njoftimit kanë ndërhyrë duke i dhënë ndihmën e parë të dëmtuarit, e më pas kanë organizuar transportimin e tij të menjëhershëm drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë bërë në moment edhe shoqërimin e drejtuesit të mjetit lundrues, shtetasin me inicialet KV, drejt stacionit të policisë Dhërmi, si dhe të personave të tjerë që kanë qenë dëshmitar në këtë ngjarje. Ndërkohë vijon puna e grupit hetimor në drejtimin e prokurorisë për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të detajeve të ngjarjes.